Të nderuar teleshikues, selamu alaikum. Mirë se vini në emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Në fakt, sot kemi një tjetër pyetje interesante që na vjen nga Kurani, por që në vetvete zbërthen, apo le ta themi kështu, çmonton dhe një nga akuzat më të mëdha që janë ndërthurur dhe që janë le të themi drejtuar dhe targetuar ndaj Islamit. Pra ajo është fjala që u përhap në këto treva, sidomos nga regjimet komuniste, Islami është hapur në një jatagan. Mirë po, e vërteta e historisë profetike e hedh poshtë këtë akuzë, pasi në kohën e profetit Muhammed a.s. minoritetet religjioze kishin qeverisjet e tyre, kishin financat e tyre, kishin dhe kushtetutat e tyre. Në këtë kontekst të krishterët gjykonin me Biblën e vjetë, ndërsa hebrejt me Teuratin. Mirë po, Islami është një fe e cila i trajton të gjitha kulturat dhe kjo shpaloset në kohën e profetit Muhammed a.s. ku ajeti në fjalë që ne do trajtojmë merret pikërisht pra me aspektin e konsumimit të ushqimeve ose konkretisht të mishit të therrur pra nga iftarët e librit të hebrejtë dhe të krishterët dhe gjithashtu pra nga martesa me gratë e tyre. Dhe një dimension tjetër pra ideologjik ku Zoti i nxit muslimanët që të dialogojnë në mënyrë më të mirë me të krishterët. Kjo pra qasje multidimensionale dhe e integruar për jetën e asaj kohe, normalisht që vlen për çdo kohë. Sot me hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja, të cilin e falenderojmë që ka ardhur dhe është treguar i gatshëm si gjithmonë me ne, do trajtojmë pra ajetin 5 të surës Maide, kur Zoti i Gjithësisë thot konkretisht: sot ju janë lejuar gjërat e mira e të pastra, ju janë lejuar edhe ushqimet e iftarëve të librit, po ashtu edhe ushqimet tuaja janë të lejuara për ata. Të lejuara për ju janë themrat e ndershme besimtare dhe themrat e ndershme të atyre që u është dhënë libri para jush. Nëse u jepni pajën e kurorëzimit duke u martuar me ato, e jo duke bërë pra shkelje kurore e as duke marrë pra për të dashura. Kushdo që mohon besimin, veprat e tij do të zhvlerësohen dhe në jetën tjetër ai do të jetë i dështuar. Atëherë hoxh i nderuar, nëse mund të flasim fillimisht rreth rëndësisë së këtij ajeti, kontekstit historik dhe ngjarjeve të jetës së profetit alayhis salam. Atëherë po ta shohësh surën Al-Maide, qysh në fillim i kushtohet rëndësi, domethënë korrektesës në marrëdhëniet ndërnjerëzore. O ju që keni besuar, mbajini premtimet e dhëna dhe përmbajuni marrëveshjeve me korrektësi. Dhe kjo përmbajuni marrëveshjeve me korrektësi nuk përfshin vetëm besimtarët, përfshin gjithë njerëzit. Duke qenë se muslimanët, domethënë, kishin raporte me hebrejt në Medinë, apo normalisht që me zgjerimin e Islamit do të kishte le të themi dhe raporte me të krishterët. Normalisht Islami është një fe, domethënë që ka ardhur nga Zoti dhe që Zoti më ka parashikuar gjitha situatat. Për këtë arsye konsiderohet ndoshta ajetin fjalë dhe një profeci, pra që domethënë Zoti parashikon për njerëzit besimtar se si duhet sillen me iftarët e librit dhe se si duhet të jenë raportet me ta. Normalisht ka ajete shumë në Kur'an, të cilat qysh në momentin se si janë quajtur të krishterët dhe hebrejt iftarë të librit, do të thotë që nuk janë si ateistët, do të thotë që nuk janë si paganët. Ka një status tjetër. Po, kanë një status tjetër në Islam, pra domethënë vlerësohen në Islam. Iftarë të librit, ndjekës të librit, si fe qellore, por e librit, pra tek ne këta njerëz nuk kanë të njëjtin status si të tjerët, pavarësisht se gjithë ata që nuk janë në Islam quhen jo musliman, mirëpo jo muslimanët kemi dy standarde. Standardi i ehli kitabit, pra pasuesit e librit, iftarët e librit, dhe kemi standardi i të tjerëve, që këtu janë paganët, jo besimtarët, mohuesit, ateistët, agnostikët e kështu me radhë. Pra ka një status shumë më ndryshe. Për këtë arsye dhe për shembull për porosive që flet Kurani, thotë wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Mos debatoni me iftarët e librit vetëm se në formën më të mirë. Pra ne në përgjithësi jemi obliguar që të sillemi mirë me njerëzit të cilët nuk besojnë, sepse duam të japim imazhin e vërtetë, domethënë të Islamit, mirë po me iftarët e librit duhet të arrisim edhe më shumë marzhin.
e sjelljes dhe të komunikimit në formën më të mirë. Kështu që ajeti kuranor, domethënë për mendimin tim konsiderohet një nga bazat e arta të asaj që quhet sot le të themi bashkëtesës ndërfetare apo harmonisë ndërfetare, ku Zoti jo vetëm që thotë sillu mirë, përshëndete mirë, kalo mirë, jo, ty lejohet që të aftosh që ai të haj ushqimin tënd dhe ty të lejohet që të shkosh atij nëse të fton dhe mund të hash dhe të ushqesh nga ushqimi i tij. Pra e ka thelluar edhe më shumë, domethënë atë raportin dhe sjelljen, domethënë jo thjesht një bashkëtesë falso apo një bashkëtesë hipokrizie. Jo më jo, ai të fton darkë, ti shkon darkë, ti e fton atë darkë, ai ti han ushqimin që ai gatuan. Dhe marrëdhënie familjare, pra, krijon dhe lind dhe fëmijë. Dhe... Jo vetëm kaq, mirë po thot lejohet edhe të martohesh. Po. Pra, me kuptimin të marrësh, domethënë të martohesh me një femër e cila është e ndershme prej tyre, pra kushti është të jetë e ndershme dhe të jetë me kuror dhe jo thjesht dashuri, me kuptim. Po, do flasim pak më poshtë për këtë. Por pyetja e qëndrueshme është jo, unë dua të them domethënë mënyra se si është ndërtuar raporti, është një raport jo thjesht kortezi, fasade, po është një raport shumë i ndërtuar. Një raport real. Ne kemi raste që vetë profeti Alisa është ftuar për darka ose për dreka nga hebrejtë e Medinës dhe i është përgjigjur ftesave. Dhe ka pas raste që profeti Alisa i ftonte ata. Pra, ka qenë një raport shumë normal dhe shumë jetësor, pra si një shoqëri e përbashkët, një bashkësi e përbashkët, multikulturore. Si më thënë, kemi disa gjëra që i ndajmë të gjithë bashkë, pastaj ne dallohemi gjithë secili në veçorinë e tij që e ka, le të themi, specifik. Pra ne si musliman kemi specifikat tona adhurojmë Zotit, ju keni specifikat tuaja, por në fund fare ne jemi qytetarë të një vendi, ne jemi bashkëtues në një vend, në një adhe apo në një kom. Dhe të parët tanë, flasin e Shqipërisë, e kanë kuptuar mirë këto gjëra dhe kanë ecur pikërisht në këto norma. Mirë po kudo që ka pas musliman në botë, se ne nga një herë, domethënë, mundohemi ta paraqesim këtë si arma më e fortë që kemi ne, domethënë për të treguar ose si më thon gjëja më e bukur që kemi ne për të treguar. Faktikisht, kjo gjëja është kudo që ka pas musliman të vërtet. Kudo që ka pas musliman të vërtet që kanë jetuar Islamin e vërtet, faktikisht nuk është se ka pas ndonjëherë alergji pse fëmijë i tij ishte i krishter apo pse fëmijë i tij ishte hebre. Pra është jetuar kjo gjëja, domethënë ne për shembull daton shikon e profetit Muhamedit po. Ne në Siri për shembull kemi parë se si jetonin krishterët sirian dhe muslimanët sirian. Nuk domethënë në atë kohë që kemi studiuar, nuk është se kemi parë ndonjë të pas përplasje, le të themi fetare mes tyre. Që secili me fenë e tij dhe me besimin e tij ishin fqinj, ishin lagje të ndryshme, po jeta vazhdonte normalisht. Pra, qysh nga koha e profetit alayhis salam deri në kohët tona ose rasti i kryqëzatave, hebrejt e Spanjës ku u strehuan pikërisht në perëndorinë osmane. Po, hebrejt Sefardin, 1445. Po, domethënë diçka që domethënë është edhe luftën e dytë botërore dhe kur do po. Po, pra jo ideja është domethënë që Islami këtë gjë e ka reale, nuk e ka falso, nuk e ka fesad, nuk e ka aktrim. Të bëjmë një gjë ne kështu dukem sikur shkojmë mirë, më e kemi në Kur'an, është e shkruar në Kur'an. Feja nuk imponohet, silluni mirë, debatoni në formën më të mirë. O i tharë të librit, e jani të gjejmë një fjalë të përbashkët. O i tharë të librit, e jani të gjejmë një emërues të përbashkët. Bëjmë dakord për gjërat më të rëndësishme. Pra e ke këtë në Kur'an dhe ajetin fjalë që ne do të trajtojmë inshallah taala është pikërisht pjesë e kësaj fryme të bukur që ka Islami, që është të jetosh me tjetrin në paqe. Pra, si më thënë, në momentin që tjetri nuk të sulmon, në momentin që tjetri nuk shfaq armiqësi, atëherë ne jemi të obliguar të jemi në paqe dhe të jetojmë paqe dhe të jetojmë qetësi. Për këtë arsye tha la yanhakumullahu anë alladhina lam yuqatilukum fi din wa yukhrijukum diyakum an tabarru ilayhim. Nuk ju ndalon Zoti juve që të silleni mirë me ata të cilët nuk ju luftojnë, pavarësisht se çfarë feje kanë. Pra ne jemi të obliguar të sillemi mirë me ata që nuk kanë armiqësi ndaj nesh. Dhe kjo funksionon në çdo lloj situate dhe ajeti në fjalë, pra ajeti 5 i surës El-Maide është pjesë e asaj që ju bë pyetja në fillim. Pse ne kemi thënë pyetjet në Kur'an, dhe pyetjet në Kur'an është yes'alunaka madha uhilla lahum. Qul uhilla lakum at-tayyibat. Pra pyetja çfarë e lejuar për ta, dhe ishte ajeti 4 që dha përgjigjen javën e kaluar dhe vazhdon.
Çfarë është lejuar për ta? Gjithashtu, thuaj o Muhammed, sot janë lejuar të gjitha të mira. Çdo gjë që është e mirë është halal. Çdo gjë që është e shëndetshme është halal. Çdo gjë që nuk dëmton është halal. Prej gjërave që janë lejuar gjithashtu është që të ushqeheni me ushqimin e itarëve të librit. Pse? Sepse ne kemi atë kriterin e halalit. Do të thonë një mish që të hahet duhet të jetë halal. Atëherë kur quhet mish i halal? Mish i halal quhet kur ata e therr një musliman, ose e therr një krishter, ose e therr një hebre, sipas Islamit. Pra nëse një ateist therr mish, për ne nuk është halal. Nëse një pagan therr mish, nuk është halal. Nëse agnostik therr kurban për shembull, therr diçka, për ne nuk është halal. Që quhet mish i halal në Islam duhet të jetë therrsi i këtij kurbani, me bismillah. Duhet të jetë musliman ose i krishter ose duhet të jetë hebre. Pra aq shumë është vlerësuar pozita e tyre, aq shumë është kushtuar, domethënë, një vëmendje veçantë, saqë ne, domethënë, në kriterin ose në standardin e të quajturit halal kemi futur edhe domethënë një iftar të librit që jo vetëm muslimani kur therr mishi duhet të quhet halal, po edhe nëse e therr një krishter apo nëse e therr një hebre. Në fakt, ky ajet duket sikur ndahet në dy pjesë. Pra është pjesa që thot lejohen ushqimet dhe pastaj pjesa e le të themi marrëdhënie familjare dhe martesës. Po. Pse ushqimet vijnë përpara martesës? Ka një urtësi? Renditja nuk është gjithmonë nuk është se ka gjithmonë rëndësi renditja, po nga që njerëzit më shumë hajnë dhe pinë me njëri tjetrin se sa martohen. Qartë. Për këtë arsye është përmend ajo që është më e nevojshme. Më e nevojshme sqarohet ose si bëhet punë ushqimit, se mund të kesh fëqinj, mund të ftojnë, mund të fton, ndërsa martesa mund të ndodhë dhe mund të mos ndodhë, pra është më rrallë. Më e rralla është trajtuar më vonë dhe ajo që është më e përditshme, më e përdorshme është trajtuar më herët. Në fakt, duket sikur ka një lloj privilegjimi, le ta themi, për pjesën e idhëtarëve të librit, dhe ndërkohë një pjesë tjetër selektohet. Pra, siç dhe ju e përmendët, përjashtohet dhe ekskludohet nga ky lloj principi. A mund të ketë një urtësi në këtë pse pra përfitojnë idhëtarët e librit dhe pse Zoti ka lejuar dhe i ka dhënë një status? Mund ta gjejmë një pse? Ka shumë arsye ose ka shumë urtësi, më mirë le të themi që Zoti idhëtarëve të librit u ka dhënë një status veçantë. Pse? Sepse kemi shumë gjëra në krahasim me paganët apo me idhujtarët apo me mohuesit fare që neve na parafrojnë. Për shembull, le të themi principet bazë besimit në Zot, besimit në botën tjetër. Ka një referencë hyjnore ata, pavarësisht se po, domethënë ka shumë gjëra që dhe jemi më afër fundi fundit. Qartë. Jemi më afër se sa me ata të tjerë, të cilët domethënë ne për shembull kur ulemi me idhëtarët e feve të le të themi idhëtarët e librit, kemi shumë terma që i kemi të përbashkët. Mojsiu, Musai, Abrahami, Ibrahimi, bota tjetër, dita e ringjalljes. Pavarësisht se pastaj në detaje është gjë tjetër, po janë disa principe të përbashkëta. Shpallja, libri i ardhur nga Zoti. Domethënë ka profetët, bota tjetër para se feve. Pra, si më thon, shihet ky lloj, domethënë origjina e gjës, shihet synimi dhe qëllimi në krahasim me dikë tjetër i cili le të themi adhuron sendet apo adhuron kafshat apo adhuron po diun se çfarë adhuron, normalisht që nuk domethënë si më thon Zoti sikur po na mëson nëpërmjet kësaj që vendosni peshorën dhe mos i trajtoni gjithë njësoj. Qartë. Pra kur vetë Zoti bëri dallim mes idhëtarëve të librit dhe jo besimtarëve të tjerë. Pra vetë Zoti buri, domethënë dy standarde, për këta dhe për këta. Edhe ne në jetë duhet të shohim, pra nuk janë gjitha gjërat njësoj, po duhet të bëjmë, domethënë krahasimin dhe të japim gjithë secilit vendin e duhur. Si më thon, ndoshta ky është një mesazh që ne domethënë nuk duhet të jemi një trajtues, po duhet të jemi shumë më preciz në mënyrën se si i trajtojmë gjërat. Ju përmendët pak më parë kriteret e, le të themi, mishit therrur, pra kur bëhet halal. Po kur quhet halal. Po kush janë disa nga kriteret me martesën e idhëtarëve të librit, pra me femrat e idhëtarëve të librit? Dhe kriteri kryesor është ai që është vendosur në Kur'an. Femra me të cilën martohet një musliman duhet të jetë e ndershme dhe domethënë duhet të jetë, le të themi, besimtare në fenë e saj.
Pra mos jetë mohuese, mos jetë jo besimtare. Në momentin që është besimtare, në fenë e saj dhe është e ndershme, ky është kriteri i dytë, atëherë neve si musliman në lejohet që ta kërkojmë dorën e saj për nuse. Dhe nuk është si më thënë, nuk është kusht apo nuk është e detyrueshme që ne ta detyrojmë atë të lëri fenë e saj. Ne mund ta ftojmë, ne mund t'ia ofrojmë, ne mund t'ia paraqesim normalisht, por jo që ta detyrojmë atë që të lëri fenë e saj që të martohet me ne. Faktikisht unë has këtë për shembull disa pyetje që na vijnë, domethënë, që domethënë nuk pranojnë familjarët sepse ajo është e krishterë, e ku dëgjon etj. Pra, përderisa Zoti e ka lejuar, normalisht njeriu duhet të kërkojë dikë që përshtatet, sepse nesër pas nesër kjo grua do të jetë nëna e fëmijëve, kjo do të edukojë fëmijët, do të rrisë fëmijët dhe domethënë në momentin që janë ca gjëra kështu domethënë mund për këtë arsye po ta shohësh jetën se si mbyllet është interesant. Por si kriter dhe si ligj, ky është ligji i Zotit. Pra ligji i Zotit e lejon. Në fakt, diku Zoti thotë që ruani veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri. Në krahun tjetër vjen ky ajet që thotë ju është lejuar juve pra martesa me femrat e ndershme siç thatë ju të udhëtarëve të librit. Ruani në ajetin kuranor, o ju që keni besuar, ruani vetët dhe familjet nuk obligon detyrimin apo dhunimin. Ruani pa ti duhet bësh le të themi të pamundurën në këshillim, në orientim etj. Pra në momentin që unë e bëj detyrën time si prind në këshillimin e fëmijëve të mi, bashkëshortes time unë e kam bërë detyrën, edhe nëse ata nuk besojnë. Për shembull, le të themi, Luti alayhi salatu selam e kishte bërë punën me gruan e tij, e kishte bërë punën. A e kishte zbatuar Luti alayhi salam ajetin kuranor, o ju që keni besuar ruani veten dhe familjen? Po gruaja e tij Nuh alayhi salam me djalin e vet. E kishte bërë ai punën? Nuh alayhi salam e kishte bërë punën perfeksion. Po djali i tij nuk besoi, nuk është më problemi i Nuhut alayhi salam. Pra Nuh alayhi salam e kishte bërë punën, pra nuk është se ka përplasje. Në fakt këto janë pjesë të cilas po ti bësh bashk, mahnitesh nga mozaiku tolerancës islame, pra siç e përmendëm në fillim të emisionit, toleranca që ka pas Muhamedi sallallahu me minoritetet religjioze, biles ka pas më duket aleancë ushtarake, pra që të mbronin vendin e tyre nga pra ka pas lejuar që konventa e Medinës, që të kishin dhe ushtri. Muslimanë dhe hebrejt janë bashkësi janë një bashkësi. Pikërisht pra, nga ana tjetër muslimanë dhe hebrejt janë një bashkësi. Një bashkësi, domethënë një popull, siç edhe sot funksionon kushtetuta. Dhe është e bukur kjo pjesë, pasi kushtetuta nuk ishte Kurani, por ato kishin librat e vet, por konventa e Medinës ishte referenca. Një lloj kushtetuta ta quajmë pra me gjuhët moderne, të shtetit Medinës që ishte në udhëheqjen e Muhamedit alayhis salam. Dhe kemi pjesën tjetër pra që nuk ka imponim fe dhe vjen dhe kjo pjesa ku dhe bashkëshortën tatë ti mund ta imponosh. Po tani urtësia pse e ka leju Zoti pra dhe martesën me udhëtarët e librit, se ushimet jemi dakord që do hamë, do pim. Por një njeri thjesht mendon dhe thot pse nëna fëmijëve të mi pra do të ketë një fe tjetër, pra pse Zoti ka bërë këtë lloj tolerimi pra që është dhe më jeta është domethënë zgjerimi i Islamit është një nga le të themi një nga pikat që Zoti e ka ditur, pra nuk duhet ndodhte në shekullin e 21 që Zoti pastaj të parashikonte këtë lloj situate. Siç kemi arabët ose muslimanët në Europë në perëndim. Që Zoti i Madh në Kur'an ka pasur dhe ligje që ndoshta në atë kohë kanë qenë tabu. Janë dhe sot në disa vende islame çuditën nga kjo. Po. Kështu që Zoti i Madh domethënë është ai i cili domethënë i paraprind gjërave dhe ligjet që ka sjell Zoti nuk janë të një kohe. Pra janë ligje që funksionojnë deri në ditën e Kiametit. Për çdo kohë. Po. Për të fokusuar pak edhe te kriteret, pasi siç ju e tha që Zoti e ka ditë që do vi kjo kopra, dhe në fakt dhe ka parashikuar si ligj. Vet profeti Muhammed alayhis salam duket se ka thënë që ju dhe ata pra romakët do jeni kështu deri në ditë gjykimit, pra do jenë gjithmonë dhe do jetë kjo lloj përzierje. Ndër kriteret e tjera që përmendëm pra tek martesa me udhëtarët e librit është ndershmëria. Çfarë nuk kupton konceptin ndershmërisë? Pra nëse një femër ka kryer një gabim kur ka qenë në rini, është penduar në fenë e vet, a quhet më e ndershme? Pra çka konsiderohet ndershme në Islam? Kriteri i ndershmërisë, faktikisht kriteri i ndershmërisë është edhe tek femrat e të njëjtës fe. Po flasim tash ke gjitha fet, po. Muslimani kur martohet me një femër, ai duhet të jetë ndershme, po edhe një musliman kur martohet me një musliman, ai duhet të jetë i ndershëm. Cili është kriteri i ndershmërisë? Kriteri i ndershmërisë është jo mos të ketë gabuar njeriu. Kriteri i ndershmërisë është që
mos ta ketë këtë gjën të zakonshme normale ose profesion. Si thotë më ka bë ves, që është shprehje popullore qartë. Qofse është një i tillë dhe ju e dini, atëherë ke haram të lidhesh me këtë lloj njeriu. Kur e ka pra vest për hershëm, kur është bërë le të themi normë jetësore, ose kur e ka profesion. Për ndryshe gabimet që mund të ketë bërë njeriu ose kur bie njeriu në gabim, kjo nuk ja heq atij titullin apo të quajturin i ndershëm. Pra gabimet janë gabime. Qartë. Qofshin me dashje, qofshin pa dashje, janë gabime. Qartë. Pra një namazli mund t'i vonohet namazi, po ti mund t'i thush që s'falesh. Pra sepse ai kriteri i dytë ka të bëj me shfaqjen e fesë që ju përmendët. A dallojnë të krishterët aso kohë me të krishterët e sotshëm, sepse shumë të ri thonë që kanë qenë tjerë besimtarë ata, fjalë bie kanë qenë të veshur me gjatasin, kanë qenë të buluara. Fakt deri para 2 shekush kjo punë. Si norma besimi kanë qenë të njëjtat, sepse për shembull Triniteti, që është le të themi një nga pikat më thelbësore që ka le të themi feja krishtere, nuk është se ka lindur më vonë, ka qenë qysh në atë kohë. Zoti e përmend Kur'an, ka të kefa alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Kanë mohuar dhe s'kan besuar ata që thanë Zoti është 3 një etj. Pra është përmendur, domethënë nuk është se nuk ka ekzistuar ose ideja e ndërhyrjes njerëzore në librat e shenjtë është përmendur. Pra nuk është diçka që ka ardhur më vonë. Sa dhe mas dogmës nuk ka më gjunaf më të madh. Pra kur është toleruar kjo, pra pjesa tjetër. Po, kjo është ideja. Jo, është ajo që thatë ju, ka njerëz që mendojnë jo, është lejuar le të themi të hahet ushqimi apo mishi i therrur nga idhtarët e librit asaj kohë se kanë qenë tjetër, sot kanë ndryshuar. Ka lidhje, është një ta gjë, domethënë nuk është se kemi evolim, është e njëjta gjë. Një tjetër fenomen interesant është edhe pjesa e kujdestarit, waliut, 2 dëshmitarëve drejt dhe pastaj prania hoxhës. Pra, kush kurzohet nga këto të treja, qoftë dhe me besimet e tjera, kur martohemi. Që një kurorëzim sipas Islamit të jetë i saktë, duhet të jetë, le të themi, kujdestari, pranimi dhe pëlqimi nga ana e djalit dhe e vajzës, dhe 2 dëshmitarë. Në momentin që gjenden këta njerëz në një takim, 2 dëshmitarët çfarë kriterësh kanë vetë ta sqarojnë me këtë? 2 dëshmitarët duhet të jenë të drejtë, njerëz të drejtë, pra njerëz të besueshëm. S'është kusht. Më saktë është që në rastin e kurorëzimit, kur bëhet nikah, duhet të jenë besimtar. Qartë. 2 meshkuj ose 1 mashkull dhe 2 gra. Po. Atëherë kjo është domethënë ajo që do të kërkohet. Vlen edhe ke pjesa e martesës me idhtarët e librit. Edhe me idhtarët e librit duhet patjetër që ajo do ta ketë babain e saj prezent. Qartë. Do ta ketë përveç se nëse ata shfaqin le të themi mos pëlqim për shkak të fesë dhe të besimit të djalit. Pra një lloj padrejtie dhe një diktati që feja korrigjon. Atëherë në këtë rast bie kujdestaria. Qartë. Është njësoj si në Islam, pra nëse një baba musliman nuk pranon që vajza e tij të martohet me një djalë për një arsye të papranueshme, për një arsye bie kujdestaria e babait musliman. Edhe në këtë rast bie kujdestaria e babait, domethënë të kësaj vajze, sepse nuk ka sjell fakt të qëndrueshëm. Për ndryshe ai duhet të jetë prezent. Nëse ai nuk vjen prezent, atëherë e merr përgjegjësinë ose kujdestarin imami i xhamis ose muftiu ose le të themi kadiu që i thon ose kush është në vendin e tij, gjykata ose kush është në vendin. Po ajo që unë këshilloj vazhdimisht në tilla raste është që të rit le ta bëjnë le të themi një celebrim që nesër pas nesër mos ketë fjalë tjetër, çdo gjë e ligjëruar dhe pastaj të bëjnë nikahun që të jetë gjë e kopsitur. Në disa raste kjo përdoret si pretekst. Shohim shumë çifte të reja që thotë nuk më lën babi dhe ndoshta dhëndri as s'ka shku fare të kërkoj dorën babas, por thjesht i thot vajza që babi s'më dhe ka ndodhur raste ku edhe imami ka rënë pre, e ka besuar dhe pra si mund ndahet kjo pjesë. Duhet unë mendoj që imamët, hoxhallarët duhet të jenë më vigjilent. Më vigjilent, duhet të jenë më të kujdesshëm, domethënë. Megjithatë varet edhe imami se çfarë mëdhëbi i takon. Qartë. Sepse në mëdhëbin Hanefi, imami, domethënë, femra nuk e ka për kusht të ketë kujdestar. Ndërsa mëdhëbet e tjera kanë kusht të
ketë kujdestar. Kështu që varet edhe çfarë medhebi, nuk mund të jetë çështje naiviteti, po mund të jetë çështje medhebi. Kanë medhebe në momentin që vjen djalë dhe vajza, të dy dëshmitar, hoxha thotë mund vej kurorën. Po për një hoxhës është kusht martesë? Faktikisht fetarisht nuk është kusht. Por, domethënë është bërë si traditë sepse ai mund të japë ca këshilla, ca orientime, sheh kriteret, sheh kushtet, mund të bëjë një analizë fetare të gjës. Qartë. Kusht dhe kriter nuk është, sepse kur martoheshin njerëz në kohën e pejgamberit sa nuk shkonin tek pejgamberi sallam të vinin kurorën tek ai. Hej, thoshte profeti, po ti, tha u martova pejgamberi i Zotit. A ke bërë gosti? Jo, s'kam bërë akoma, atëherë bën një gosti. Pra ishte martuar i parë tek profeti alayhis salam. Pa bërë nikahun. Pra, termi nikah më shumë është term rregullator se sa term kushtëzues. Qartë. Po shfaqja, le të themi manifestimi ose dasmat, gostitë e martesës. A hyn ke kriteret apo edhe mund të mbahet sekret? Nëse ti ke dy dëshmitar gjithmonë. Atë, domethënë qëllimi i martesës është që të merret vesh, po pse martohen këta dy njerëz? Martohen që të dihet që nesër pas nesër mos shkoj dikush të kërkoj dorën e kësaj vajze më. Qartë. Për këtë arsye dhe duhet shfaqet, për këtë arsye dhe duhet deklarohet. Si thoshte profeti alayhis salam, njoftoni për martesën qoftë edhe duke i rënë dajrës. Pse po bie dajra në filan shtëpi, është martuar dikush aty. Kush është martuar? Është martuar vajza e filanit, është martuar djali i filanit. Pra, njoftim. Si të bësh status sot me ilahi, po e themi kështu, në rrjetet sociale, pak a shumë. Nuk është problem, e rëndësishme të merret vesh dhe të njoftohet. Për këtë arsye po të shohim shumë le të themi në ligjin shqiptar është njoftimi 2 javë. Norma jon pra si shoqëri është që 2 javë. Po 2 javë, pastaj bëhet si më thon celebrimi. Pra ti nuk mund të shkosh të bësh celebrim atë ditë direkt. Bëhen sot le të themi në shkrimet e gjitha, pritet 2 javë dhe mbas 2 javësh që ka si hapja tenderave, se mos del një që pretendon që është gruaja vet, është normale që. Po, derisa të merret vesh. Dakor, atëherë kemi një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja pra ku rikthyem sërish në studio me hoxhën tonë të nderuar Ahmet Kalaja. Hoxhë i nderuar, mbyllja e jetit bën pra një lidhje midis besimit, mohimit dhe rëndimit veprave. Pra, siç e përmendëm në fillim, Zoti konkretisht thotë kushdo që mohon besimin, veprat e tij do zhvlerësohen dhe në jetën tjetër pra ai do të jetë i dështuar. Pra, sikur Zoti po na thotë që nëse kjo gjë është e lejuar, ju duhet të jeni të kujdesshëm, të mbani dhe të ruani fen tuaj dhe jo të asimiloheni. Pra, me të vërtetë Zoti e lejoi martesën, po nuk lejoi asimilimin. Pra, kujdes, pra keni kujdes, pra ju mos harroni le të themi parimet, besimin, normat tuaja, pra ju duhet ta jetoni fen ashtu siç është dhe në emër të martesës që ju të bëni lëshime nga feja dhe besimi, pra të ndroni feja apo të konvertoheni në diçka tjetër. Pra për këtë arsye dhe mbyllet ajeti në këtë formë. Pra, okay, është e lejuar deri këtu. Pra në ekstremin ekstrem, qartë. Mbani dhe ruani vetëm përpara. Ndërkohë që po dëgjoja pyetjen tënde, më shkoi në mend jeta e profetit alayhis salam. Vetë pejgamberi sa kur është martuar me Mariën Kiptije. Pra ka pas një grua nga e cila ishte ortodokse egjiptiane. Ajo më vonë pranoi Islamin do u quhet nëna e besimtarëve. Po si fillim pra nuk është se profeti alayhis salam e refuzoi atë sepse ajo ishte një grua një femër ortodokse e Egjiptit e pranoi. Pra, domethënë shembulli më i mirë është jeta e profetit ose rasti i Safijes, domethënë që ka qenë vajzë e hebrejve, domethënë. Pra, domethënë na rikujton dhe fundin, pra dhe gjykimin e madh që do të ketë nëse dhe pasojat nëse ne konverton për nga ana tjetër as nuk e detyrojmë dot. Po, absolutisht. Domethënë është ajo e mesme e art, domethënë që në Islam ti gjen atë, domethënë të mesmen e art, mes faktit që ta lejon, po edhe thot kujdes, por edhe nuk e detyron, por se edhe të obligon që ta ftosh. Njëkohësisht ty të obligon që ta ftosh, sepse ne duam që të jemi bashkë në xhenet. Por normalisht kjo neve na obligon që të jemi, si më thon, siç e thamë në fillim, edhe më shumë më të kujdesshëm. Pra nëse ne jemi të obliguar që të sillemi mirë, të jemi të kujdesshëm, normalisht që me iftarët e librit dhe kemi
të dyfishuar obligimin, nuk e kemi si me njerëzit e tjerë, kemi detyrime plus, domethënë kemi disa detyra më shumë. Pra ti jemi të lumtur dhëna të botë, jo vetëm këtë botë, por në mënyrë më të mirë, pra me mjete dhe forma pranueshme logjike. Hoxhë nderuar, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe që dhat një lloj shtjellimi të shkurtër dhe le të themi pra tepër praktik për jetën e përditshme të njerëzve dhe tepër të kuptueshëm. Gjithashtu ju falenderoj edhe ju teleshikues nderuar për vëmendjen që na kushtuat dhe në emisionin e sotshëm.